Përqëndrimi nuk vjen kur ke kohë, vjen kur ja jep vlerën momentit. Shpesh mendja ikën nga një gjë te tjetra, pa u ndalur askund. Ramazani të mëson me qenë këtu, në këtë frym, në këtë çast. Allahu thot në Kur'an se njeriu fiton atë për të cilën përpiqet. Dhe përpjekja fillon me vëmendje. Nëse sot u përqendrove në një punë dhe e bëre mirë, pa u hapërdar, ke bërë ibadet. Përqendrimi e pastron mendjen, e forcon qëllimin, e bën adhurimin më të gjallë. Sepse kur je i pranishëm me zemër, edhe pak bëhet shumë.